si Rama edhe Berisha e kanë humbur tërësisht legitimitetin e tyre. Do thotë se jemi fare pranë një momenti që unë besoj se gjithë shqiptarët e kanë pritur, një moment historik në cilin me rënjen e këtyre dy figurave politike, me burgosjen e tyre një orë më parë inshallah, do mundet të kemi ndryshime të mëdha politike në vend. Që do thotë se do hapet një derë e re, do kthehet një faqe libri, quheni si doni, për Shqipërinë. Në qoftë se të gjithë arrim dhe nisim ta perceptojmë këtë që jam duke thënë. Pra faktin që jemi në një moment kyç. Jemi në një moment që nëse një protestë është masive, ajo e shtyn një orë më parë Edi Ramën që të shpalli zgjedhje parakoshme. Do doja shumë që këtë mesazh, nëse besoni vërtet në radhë parë ta diskutojmë këtu me njëri tjetrin se sa e mundur është, në radhë dytë, nëse dalim nga ky takim me këtë mesazh kokë, t'ua themi sa më shumë njerëzve. Gjërat në Shqipëri po ndryshojnë radikalisht, sikur më parë. Atëherë ja vlen të angazhohemi.